sociale të AMC, Action for Mothers and Children. Po e thash mirë, mos jam gatrova vendin këtyre të dyja. Dhe ta skanoni dhe të bëheni pjesë e këtij peticioni shumë të rëndësishëm, i cili, nëse jo komunikimet e përditshme të organizatës, të prindërve të paktën, të bëhemi gjithë bashkë dhe t'u hapim sytë institucioneve dhe t'u themi, është një kategori që ka shumë nevojë për ndihmën e juaj. Lisa, po të kërkoj pyetje shumë personale, por qëllimi im është që nëpërmjet kësaj interviste të bëjmë ngritjen e vetëdijes, edhe t'i bëjmë njerëz me uqu prej gjumit, edhe me kuptu që ju me të vërtet keni nevojë për këto mjetet të cilat i ketë vendosuna në dorë. Sa herë ndite matë Lisa sheqerin? Sa herë nditi duhet Lisës ose një Lisë tjetër që nuk i ka këto mjete, me ndërprej shkollën, studimet, punën, sepse ka edhe vajza të reja, adoleshente të cilat bëjnë punë të ndryshme që ose janë pjesë organizatave siç është tipo Amolinia. Sa herë ndit duhet me kalu në për këto procedura, sepse ne e dim që unë për shembull kam në shtëpi prindrit diabetik edhe thonë më ka ra sheqeri, është ma keq se me t'u ngrit sheqeri. Mundesh edhe me vdek larg qoftë. Apo na tregon pak këtë pjesë? Me thonë drejtën, kjo pyetja se sa herë dush me matë sheqerin, nuk e ka gjithë përgjigjen e njëjtë. Sigurisht, po të kuptoj. Një realitet që mundet me Po, patjetër. Na si persona me diabet tip 1 duhemi me ditë gjatë gjithë kohës se sa e kena sheqerin në gjak. Mirë po, mënyra ma primitive e cila është për me matë sheqerin në gjak është mes shpimit të gishtit, cili zakonisht njerëz të bojnë ashta 5 herë në ditë për mi evitu çmimet më të shpeshta, se une para se me pas senzorin kom pas gishtat krejt varra tu mundu mi najt gati sa më shumë, se une para se me ashit intervizë duna me ditë sa e kom sheqerin, para se me hongër duna me ditë sa e kom sheqerin, para se me studiu, para se me shku në punë, para se me flajt, kur shona mëngjes, une gjatë gjithë kohës duna me ditë sa e kom sheqerin. Po tash nëse e kom nëse jo me detyruar me i çpu gishtat sa herë që dona unë me bo diçka, me vepru diçka, atëherë bëhet kogja e vështirë dhe prandaj njerëz me diabet tip 1 zakonisht ja bojnë vetit një farë lloj orari që thonë për shembull 5-6 herë në ditë e mas sheqerin, se për ndryshe na gjatë gjithë kohës duhet me qenë vetëdijshëm. Unë marr mami jam çdo natë u çun ora 3 natës me mamat mu sheqerin. Kështu e ka pas alarm që haloj del gjumi natën për shkak të alarmeve që i ka pas që me ditë sa kom sheqerin. Po du me thonë që na le që duhemi me matë gjatë ditës, po edhe gjatë natës duhemi me ditë sa e kemi sheqerin. Kështu që është shpim një numër kogja i madh i shpimeve në gishta për me mujt me menaxhu sa më mirë. Po, kurse me senzor të glikemis është një pajisje e vogël që unë e ndroj çdo 10 ditë ose 15 ditë varet për llojit senzorit, po kjo matë sheqerin për 24 orë çdo minutë bën matje. Do me thonë mu më vjen telefon ton kohën sa e kom sheqerin, edhe përveç kësaj bën edhe parashikime, më tregon për shembull që hej mrena 15 minutave kime pas sheqerin në kështu që ma mirë vepro qëtash. Sa shumë ka përparu avancim të teknologjisë. Po ashtu, përveç kësaj, na persona me diabet tip 1 duhet me marr insulin, sa të hajmë ushqim, kështu që është shumë lehtë me marr insulin mes pompës të insulinës, që më mja u tregu, që është doket, po, kjo është pompa insulinës, që është lidhët këtu me gyp, po, edhe mjep insulin gjatë gjithë kohës ka pak, edhe me thanë është në dozë të caktuar. Po. Ta kemi edhe pak para kamerës, Lisa, e qartë. Edhe une kur du me hongër për shembull drekën, vend se me u shpu, veç i tregoj këtu që ko me hongër drekë, sa gram karbohidrate ko me hongër, dhe kjo ma lëshon insulin, dhe me thonë kjo është një shpim për 3 ditë, unë çdo 3 ditë e ndroj këtë kanil. Kjo është një shpim për 3 ditë, vend se me u shpu disa herë ditë sa të hasë, kjo është edhe një keq kuptim për diabet tip 1 që ka njëherë mendojnë që insulina është si me marë antibiotik ose diçka. Kur nuk është ashtu, insulina merret sipas nevojës të personit, se për shembull një person që nuk ka diabet tip 1, trupi vet i prodhon insulinë, dhe për shembull kur han ushqim, trupi vet e din sa ka nevojë mi jep insulinë, kurse na që nuk kena diabet nuk veç nuk prodhon hiç trupi mu insulinë, çaj organ që e prodhon insulinën nuk punon mu, prandaj në sa të ha diçka në vend se trupi më prodhu dora me marrë prej jashtë. Kjo është një keq kuptim tjetër që mendon njerëz që unë zguxoj me hongër ëmbël për shembull. Unë e guxoj. Bizona si ty që ta prodhon trupi insulinën kur han diçka ëmbël, unë kur ha diçka ëmbël dona me marr insulinë. Jo plot
keq kuptime në lidhje me diabetin tip 1 që mendoj që pa u informu popullata për çdo çështje të bazë, nuk kena me mujt me mri që aty ku po dojmë, prandaj edhe një prej qëllimeve të organizatës tem është informimi, se pa u kon çaj baza, çaj themeli, i cili është informimi, nuk mujna me mrite ndoshta çështjet edhe më të mëdha që ekzistojnë për diabetin tip 1. E qartë.